është rënë dakord për 10 pikë në Iranit, dhe këtë e ka pranuar edhe në Twitterin e vet presidenti Trump, pra kur nxori atë publikimin, pasi nxori aty në momentin që u bë, pra u arrit kjo marrëveshje armpushimi në ndërmjetësinë e Pakistanit, ministri i jashtëm i Iranit nxori një njoftim në atë një rrjetin të cilin ai ka, ku thoshte që u ra dakord që të shkojmë në bisedime bazuar mbi 10 pikë në Iranit. Dhe këtë njoftim të ministrit të jashtëm të Iranit e nxori edhe presidenti amerikan. Dhe më pas me ndërhyrjen e Izraelit, pastaj me ndërhyrjen e faktorëve të tjerë politik brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës, e hoqi këtë Twitter të kësaj dhe tashmë kanë filluar të thonë që jo nuk janë këto pikët, po janë pikë të tjera. Atëherë do të ishte mirë që në rast se bëhet vllaf pika të tjera, ti kishin nxjerr pikat e tjera. Për arsye se Irani ka publikuar 10 pikat e tij dhe në rast se nuk qëndron ajo që thotë Irani, pra është e kundërta, atëherë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kishin publikuar qoftë edhe një pikë të cila nuk është rënë dakord, pra është një pikë tjetër ndryshe nga këto 10 pikat e Iranit, por duke qenë se deri tash nuk kemi asnjë nxjerrje. Ky është Twitteri, Threads i parë i publikuar dhe aty bëhet fjalë, më duket, bëhet fjalë pikërisht bazuar në propozimin e bërë nga Irani në një plan 10 pikësh. Pikërisht, prandaj dhe deri tash pavarësisht kundërshtimeve që ka ardhur nga presidenti Trump, pavarësisht kundërshtimeve nga J.D. Vance dhe të tjerë aktorë të tjerë politikë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës, deri tash nuk është paraqitur as edhe një lloj pike që të ndryshojë nga ato ose të paraqitet një plan tjetër që thotë ky është plani për cilin jemi marrë vesh do të ulemi në bisedime. Prandaj unë vazhdoj të qëndroj duke qenë se nuk ka një referendum, duke qenë se nuk po tregohet një diçka tjetër, atëherë thjesht është një lojë politike e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi në rast se do të pranonin direkt, ashtu siç pranuan në fillim që do bisedojnë pikat e Iranit, atëherë Irani del totalisht fitues edhe politik i kësaj lufte, për arsye se e ka detyruar Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli të ulen në tavolinë sipas kushteve të Iranit. Pra për të biseduar kushtet e Iranit, në momentin që ti ulesh në tavolinë me kundërshtarin për të biseduar vetëm kushtet e kundërshtarit, atëherë këtu është humbja e parë politike, gjeopolitike dhe ushtarake që ti ke psuar. Caroline Levitt, që është edhe zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, ka deklaruar se atë planin me 10 pika Shtëpia e Bardhë e ka hedhur në kosht plerave. Të paktën kështu ka deklaruar. Kam dëgjuar këtë deklaratë, por unë mendoj që ajo nuk qëndron, është thjesht një lojë politike, që ata do bëjnë për shkak të problemeve politike që në rast se do të qëndronin kësaj deklaratës të parë që do shkojmë të bisedojmë për pikat e Iranit, do kishte një problem të madh politik brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra do kishte një luftë politike shumë të fuqishme ndaj Trumpit dhe ndaj gjithë kësaj administratës amerikane. Një fakt tjetër është fakti që Irani ka dërguar delegacionin e Irani, e ka bërë të qartë që nuk do të dërgojë ky delegacion në Islamabad në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ishin dakord të bisedonin për 10 pikë që ka propozuar Irani. Pra kjo është një fakt tjetër më tepër që tregon që kemi të bëjmë me 10 pikë që ka propozuar Irani dhe jo me ashtu siç thotë Caroline Levitt, cila është hedhur në koshin e plerave. Kështu që jemi, ja ku është ky është delegacioni. Pikërisht, prandaj po që faktet që po shohim tregojnë të kundërtën e asaj çfarë deklarojnë zyrtarët amerikanë, qoftë ata të Shtëpisë së Bardhë, qoftë ata të emëruar, qoftë ata të zgjedhur. A mendon Dritan se do të mbaj gjatë ky armpushim nisur nga fakti që menjëherë pas arritjes së këtij armpushimi Izraeli theu një nga ato që konsideroheshin pikat kryesore të marrëveshjes, ndërkohë Irani ka bllokuar ngushticën e Hormuzit. Pra, a mendon se do të mbaj gjatë kjo marrëveshje e brisht, le të themi? Për momentin Irani ka deklaruar që nesër, në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të gjendje që të ndalojnë Izraelin për të sulmuar Libanin, pra siç po e sulmon Libanin, atëherë ky takim mund mos zhvillohet fare, pavarësisht se palët kanë vajtur dhe gjenden në Pakistan, pra në Islamabad. Kështu që do ta shohim deri nesër, në rast se nesër ky takim do të zhvillohet dhe kjo do thotë që ose Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur ta ndalojnë Izraelin në sulmet e tij, ose Shtetet Bashkuara të Amerikës atëherë nuk e kanë ndaluar Izraelin dhe po duan të përfitojnë duke hyrë që lufta le të vazhdojë. Në rast se të tillë atëherë do të varet nga Irani, i cili do të jetë i gatshëm të vazhdojë luftimet, të vazhdojë bisedimet dhe njëkohësisht të hapi edhe luftimet, pra të vazhdojë të godasi njëkohësisht Izraelin dhe bazat amerikane dhe interesat amerikane në rajonin e Gjirit Persik dhe njëkohësisht të vazhdojë edhe tavolinën e bisedimeve. Nuk është hera e parë që ka ndodhur një gjë e tillë, edhe në kohën e luftës së Vietnamit, palët ulën dhe biseduan për 3 vjet rresht duke bërë luftime të vazhdueshme. Pra mund të ndodhë e njëjta gjë, ose iranianët mund të rriqen fare. Pra iranianët tashmë e kanë në dorë ata të vendosin se çfarë do të bëhet, do qëndrojnë në këto bisedime dhe do të vazhdojnë edhe luftimet,
apo do të rriqen totalisht në bisedimet dhe do të vazhdojnë luftimet pa bisedime derisa Shtetet Bashkuara të Amerikës të arrijnë të kontrollojnë Izraelin që ne themi të kontrollojnë, por realiteti është që ajo çfarë po ndodh në Liban është me miratimin e plotë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. J.D. Vance tha që Hezbollahu dhe Libani nuk është pjesë e marrëveshjes, nuk ka qenë dhe nuk është pjesë e marrëveshjes, kështu që Irani në rastin konkret është i lirë të marrë vendimet që duhet marrë. Unë nuk i besoj, nuk ka një zyrtar amerikan i zgjedhur apo i emëruar i cili nuk ka gënjur deri më sot dhe i cili nuk gënjen. Të gjithë zyrtarët amerikanë të zgjedhur ose të emëruar përpara se të marrin detyrat, sidomos në këtë administratën Trump, kanë treguar që më para i kanë dhënë besnikëri Izraelit përpara se të marrin këtë detyrë. Kështu që për çdo gjë që lidhet me vazhdimsinë e Izraelit, për çdo gjë që lidhet me vazhdimsinë e kësaj ides mesianike të kultit zionist-fashist të kamufluar si shteti i Izraelit, ata janë të gatshëm të gënjejnë dhe kanë gënjur gjatë gjithë kohës. Prandaj nuk është për të besuar as pak kjo deklaratë e J.D. Vance-it, për arsye se këtë deklaratë e J.D. Vance-it e hedh poshtë edhe ministri i jashtëm i Pakistanit, por njëkohësisht edhe ambasadori i Pakistanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë deklaruar disa herë pas këtyre deklaratave që prej fillimit me marrëveshje edhe Libani do ishte pjesë e kësaj marrëveshje. Pra, pjesë e kësaj marrëveshje do të thënë që do të uleshim në bisedime në rast se lufta do ndalojë në të gjitha frontet, ku përfshihet edhe fronti i Libanit. Nga pikpamja e përfaqësimit drejtan të palëve që janë sot në Islamabad, si e lexon fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësohen në nivelin më të lartë të mundshëm që kemi parë deri tani, J.D. Vance, Kushner, Witkoff, ndërkohë Irani përfaqësohet nga ministri i jashtëm edhe ai kryetari i kuvendit, me sa më kujtohet. Në këtë aspekt kemi të bëjmë një fitore diplomatike dhe politike të Iranit, për arsye se mbani mend bisedimet e para edhe në ato të qershorit të vitit që shkoi, po edhe në ato të janarit të këtij viti. Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësoheshin nga dy persona, nga dy individ, që ishte Kushneri dhe Witkoff, të cilët nuk përfaqësojnë realisht Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata përfaqësojnë vetëm Donald Trumpin, pasi nuk janë persona as të zgjedhur dhe as të emëruar, nuk mbajnë asnjë detyrë as të zgjedhur dhe as të emëruar në administratën amerikane. Pra duke qenë se të tillë ata nuk kanë asnjë tagër përfaqësimi, pasi çdo gjë që ata do të firmosin, është e pamundur që ti ta paraqesësh nesër në Kongres ose në Senat në mënyrë që ajo të ratifikohet. Ndërsa në këtë rast kemi pjesëmarrjen direkt të J.D. Vance-it, i cili është zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe njëkohësisht është edhe kryetari i Senatit amerikan, kryetari i Kongresit amerikan, sepse zëvendës presidenti është edhe kryetari i Kongresit. Dhe kjo do të thotë që çfarë do lloj marrëveshje që do të arrihet në Pakistan, atëherë këtu kemi të implikuar direkt Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo lloj marrëveshje mund të ratifikohet menjëherë nga Kongresi amerikan. Dhe në rast se notifikohet nga Kongresi amerikan, atëherë ajo merr formën e një ligji, formën e diçka e cila është totalisht e aplikueshme dhe e detyrueshme për çdo president të Amerikës që t'i qëndrojë kësaj marrëveshje. Deri më dje, presidenti i Amerikës nuk i ka qëndruar asnjë marrëveshje, sepse çdo lloj firme që të hedhin ose çdo lloj marrëveshje që të bëjnë Witkoff dhe Kushneri, siç thash, ata nuk kanë asnjë tagër që detyron presidentin ta respektojë atë marrëveshje. Ndërsa çfarë do lloj marrëveshje që firmoset dhe zbuloset, miratohet nga Kongresi amerikan, e detyron presidentin amerikan që ta zbatojë atë marrëveshje. Dritan, ndërkohë kush mendon se e fitoi këtë luftë? Shiko, aktualisht kjo luftë duhet parë në disa dimensione. Pra, para shohim në dimensionin politik. Në dimensionin politik, i fituar në këtë mes ka dalë Irani, për arsye se i detyroi të ulen në bisedime, siç e thash. E para të ulen dhe të diskutojnë kushtet e Iranit, dhe dyta të ulen me një nivel diplomatik të përfaqësimit tepër të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra direkt të zëvendës presidentit. Pra këtu kemi një fitore politike të Iranit, e dyta kemi një fitore strategjike të Iranit, në këtë aspekt për arsye se i ka detyruar palët, pra dy kundërshtarët e tyre, të cilët deri dje deklaronin që do ta shuanin Iranin, pra do të shuanin civilizimin iranian, dhe brenda 24 orëve shkuam nga epoka e Gurit në epokën e Arit. Pra ky është një fitore gjeostrategjike e Iranit. Kurse në aspektin ushtarak, si thash, në aspektin ushtarak vetëm dy janë të fituarit në këtë mes, është Izraeli dhe Irani, kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspektin ushtarak kanë humbur sepse nuk kanë asnjë lloj përfitimi. Në rast se dikush do të thoshte që atëherë këtu edhe Amerika ka përfitim për arsye se do të rrisi kapacitetet e saj ushtarake. Kapacitetet ushtarake amerikane të raketoret dhe bombave të ato kishin
edhe me vazhdimin e luftës nuk pengoheshin nga vazhdimi i luftës për arsye se të gjitha uzinat, fabrikat e prodhimit të armëve ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo në Gjirin Persik. Kështu që prodhimi i tyre është i limituar dhe nuk e pengonte vazhdimsinë e luftimeve. Por si thash, Izraeli doli fituar sepse tashmë nuk po bën luftë në 3 fronte dhe po bën luftë në një front, i cili mund ta përballojë shumë më lehtë se sa në 3 fronte, ndërsa Irani po e ndihmon për të rritur kapacitetet e veta, kapacitete të cilat i kishte të bllokuara për shkak të bombardimeve deri më tanishme, dhe kjo i jep kohë Iranit që të nxjerrë nga këto bunkere nën-toksore, të nxjerrë të gjitha raketat dhe dronet të cilat i kishte bllokuara deri tashmë për shkak të bombardimeve amerikane dhe ti vendosi në territoret e Iranit të cilat janë larg mundësisë të bombardimit ose të eliminimit nga ana e Izraelit ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra fituesit ushtarak janë Izraeli dhe Irani, humbësi ushtarak është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në këtë fazë që jemi, pra lufta nuk ka mbaruar dhe lufta nuk do të mbarojë. Ajo çfarë do të ndodhi edhe në bisedimet e përpashme që do të vinë, edhe në rast se do të kemi një armë pushim. Ky armë pushim mund të jetë 2 ditor, mund të jetë 2 javor, mund të jetë 2 mujor, mund të jetë 2 vjeçar, por mund të jetë edhe 20 vjeçar. Pra gjithnjë do të kemi një armë pushim. Paqe nuk do të ketë. Në asnjë moment për sa kohë në atë vend do të ekzistojë shteti terrorist i Izraelit. Ose sipas amerikanëve, sipas izraelitëve, për sa kohë do të ekzistojë shteti i Iranit. Pra, në rast se njëri nga këto dy, në rast se këto 2 shtete do të ekzistojnë në atë rajon, aty nuk do të ketë asnjëherë paqe. Por do kemi një armë pushim të zgjatur. Po, nga ajo që shikojmë deri tani, Irani ja ka dalë të mbijetojë dritan sulmeve, se duhet thënë që 13.000 goditje të paktën me lexova te CENTCOM. 13.000 goditje janë bërë në Iran, janë bërë sigurisht objekteve qoftë ushtarake, qoftë natyrës që ndihmojnë ushtrinë. Pra, goditja ka qenë një ofensiv e frikshme, por sërish Irani ja ka dalë të mbijetojë. Çfarë do të thotë kjo në planin e çfarë do të prodhojë kjo për lindjen e mesme? Por nuk ka pasur dyshim që Irani do të mbijetonte për arsye se Irani është përgatitur për këtë që në vitin 2003. Në vitin 2003, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmuan Irakun, Iraku kishte një ushtri të koncentruar dhe vetëm një komandë qendrore. Në 2003 ishin iranianët panë se çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën t'i bënin ushtrisë irakene dhe shtetit irakian. Dhe që prej atij momenti ata kanë filluar decentralizimin e forcave të tyre të armatosura dhe decentralizimin e komandës. Pra, ka funksionuar në këtë moment. Pra prej 2003 deri tani kanë 23 vite që përgatiten për këtë lloj lufte, që edhe në rast se ti eliminon godet një objektiv, e kanë ndarë në disa rajone, në 32 rajone ti mund të goldasësh një objektiv, po objektivat e tjerë, pra komandat e tjera, forcat e tjera vazhdojnë në mënyrë autonome pa pasur nevojë për komandën qendrore. Pra ky lloj decentralizimi ta bën të pamundur fitore në këtë luftë. Ky lloj decentralizimi ta bën të mundur rezistencën edhe të çfarëdo lloj bombardimi, dhe kjo e bën inefektiv bombardimin, pasi deri më sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendonin se vetëm me anë të bombardimit do arrinin ta thyenin Iranin dhe ta nështronin. Por ky lloj organizimi që ata kanë bërë, ky lloj decentralizimi total i të gjitha forcave të tyre, e bën të pamundur nënshtrimin nga ana e armikut. Prandaj ishte pamundur nënshtrimi. Pra jemi në këto kushte. Po, kurse për sa i përket rajonit, tashmë rajoni Gjiri Persik, vendet arabe janë ato që janë humbset më të mëdhej në këtë luftë, pavarësisht se pjesëmarrja aty në këtë luftë ka qenë indirekte, ajo përveç Emirateve të Bashkuara, të cilat kanë pasur një ndërhyrje direkte mbi Iran, kurse pjesa tjetër e bashkëpunimit në këtë luftë ka qenë indirekt për arsye them se territori i tyre, si hapësira ajrore, si territori i tyre toksor dhe detar është përdorur nga nevojat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për sulm ndaj Iranit. Ndërsa vetëm Emiratet e Bashkuara kanë marrë pjesë direkte me sulme ajrore kundër Iranit me avion dhe me dronë që ato posedojnë. Por të gjitha vendet arabe, pra nga Dishulli Arabik është ai që doli më i humbur nga kjo luftë, në gjithçka për arsye se Irani po deli fuqishëm dhe e detyroi, pra rezistenca e Iranit që sapo e shpjeguam, e detyroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin të ulen në tavolinë me Iranin dhe të ulen në bisedime, pa marrë parasysh se kushtet e kujt do bisedojnë, thjesht derisa pas 40 ditësh ti nuk arritet ta nështrosh dhe po pranon të ulesh në bisedime. Kjo është një fitore dhe kjo tregon që Irani po del si një superfuqi rajonale në atë vend. Dhe kjo superfuqi rajonale do të detyrojë të gjitha vendet e Gjirit nesër që të bëjnë marrëveshje me Iranin, paralelisht me marrëveshjet që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dritan, thuhet që Pakistani është, le të themi,
ai ndërmjetësuesi, por kumbari i vërtet i këtij anëpushimi, kumbarët e vërtet janë kinezët. Sa e vërtet është kjo? Aktualisht Pakistani është vendi i cili ka bërë ndërmjetësimin direkt dhe kjo është lejuar nga ana e Iranit që të bëhet Pakistani për një arsye strategjike nga ana e Iranit. Pasi ndërmjetësin kanë dashur ta bëjnë edhe Turqia, edhe Katari, po edhe Omani. Ndërsa të tyra tre vendeve që sapo përmenda, pra Turqisë, Katarit dhe Omanit, Irani ka prerë shkurt që nuk do ta bëjë ndërmjetësin dhe ja ka lënë ndërmjetësin vetëm Pakistanit. Këtë ja ka bërë për një qëllim strategjik të përcaktuar. E para, Pakistani është Republikë Islamike. Dhe në Pakistan ka një shumicë shiite që jeton atje. Dhe e dyta që është kryesorja, Pakistani ka një marrëveshje të mbrojtjes bilaterale me Emiratet e Bashkuara, me Arabinë Saudite. Dhe në rast se Arabia Saudite në një moment të caktuar do vendoste të hynte në luftë me Iranin, atëherë kjo marrëveshje do ta detyronte Pakistanin që të bënte një zgjidhje, a do hynte edhe Pakistani në luftë për krah Arabisë Saudite kundër Iranit apo jo. Dhe duke i dhënë mundësinë Pakistanit që të bëjë ndërmjetësin, atëherë ti ja ke hequr mundësinë atij që sido që shkojë lufta nesër ai të bëhet palë në luftime me Arabinë Saudite kundër Iranit. Dhe e dyta që e përmenda pak më parë është çështja e shiitëve, duke qenë se ka një komunitet shumë të madh shiit në Iran. Nga ana fetare, atëherë ky komunitet shiit në çfarëdo lloj ngjarje që të shkojë nesër, përbën një problem të madh për Iranin në rast se për Pakistanin, në rast se Pakistani nesër do të vendosë të merrte pjesë në këtë luftë kundër Iranit, pasi Irani i krijoi mundësinë Pakistanit që të paraqitet i fuqishëm politikisht dhe të paraqitet si një lojtar i rëndësishëm rajonal. Ndërsa për sa i përket Kinës, unë mendoj që ka pasur një garanci nga ana e Kinës, pasi Irani ka kërkuar edhe më përpara që ne ulemi vetëm tavolinë bisedë vetëm me një garanci, dhe garancia nga ana e Kinës ka ardhur me veprime dhe këtu nuk bëhet llaf edhe për Kinën, por unë mendoj që garancia ka ardhur edhe nga Rusia, për arsye se ditën në të cilën u vendos ky anëpushim, në të njëjtën ditë Rusia dhe Kina vendosën veton në Këshillin e Sigurimit mbi një rezolut që kishte propozuar Bahreini dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mbushtisa e Hormuzit të hapej me forcë me vendim të Këshillit të Sigurimit. Pra që gjithë bota të bënte luftë me Iranin dhe për mosmiratimin e kësaj rezolute, Kina dhe Rusia vendosën veton. Dhe fakti që vendosën veton, ky ka qenë një presion i Iranit ndaj këtyre të dyjave në mënyrë që t'u lejohet të bënin edhe garancinë dhe të hynin në këto bisedime, pra të qëndronin në parapaskem të këtyre bisedimeve. Ndërkohë, Dritan, menjëherë pasi u arrit anëpushimi, Izraeli ka shtuar goditjet mbi Libanin, mbi objektiva duhet thënë civil, ku ka patur mbi 200 vrarë. Çfarë po ndodh, si e shikon këtë ofensivë të Izraelit? Me Yazegjiu më tha dje që janë shëmbur dhe të gjitha urat që lidhin e lumit Litani që lidhin jugun e Libanit me pjesën tjetër. Si e vlerëson këtë operacion dhe ofensivë të nisur nga Izraeli? A do të kemi dhe këtu një anëpushim, sepse Netanyahu, pasi është kërkuar edhe nga presidenti Trump, ka deklaruar që do të hyjmë në bisedime direkte me Libanin për këtë. Atëherë, e para duhet të tregojmë që këtu nuk kemi të bëjmë me një operacion ushtarak, këtu nuk kemi të bëjmë me një strategji ushtarake, me një sulm, këtu kemi të bëjmë me një krim lufte dhe kemi të bëjmë me një genocid të pastër që Izraeli po bën ndaj Libanit në të njëjtën mënyrë që bëri ndaj Gazës. Dhe këtë operacion genocidial që nisi ndaj Libanit e nisi për arsye se në momentin që u bë publike që do shkojnë në bisedime me Iranin, pra u fut një anëpushim dhe u bë publike që në këtë anëpushim të pjesë edhe Libani, gjithë opozita dhe pothuajse edhe opinioni publik në Izrael filloi të akuzonte Netanyahu si një person të paaftë, si një person i cili shiti interesat e Izraelit, si një person i cili as nuk ishte pjesë e këtyre bisedimeve, këtyre marrëveshjeve, dhe duke qenë se Netanyahu e shifte veten totalisht të rrezikuar nga ana politike, atëherë ai çfarë bëri? Ai zgjodhi të bënte atë që ka bërë deri në sot dhe atë që bëri edhe në Gaza, të sulmoi popullatën civile në Liban dhe vetëm popullatën civile. Prishja e urave është krim lufte i pastër dhe është krim kundër njerëzimit. Pra ajo çfarë bën Izraeli, po bën një krim kundër njerëzimit për të hequr vëmendje për nevojat veta politike të brendshme që ka Netanyahu në këtë aspekt.
Bisedimet që ata kanë propozuar të bëjnë me Libanin janë bisedime të pavlefshme sepse luftimet aktualisht nuk janë me qeverinë libaneze dhe luftimet nuk janë as me ushtrinë libaneze. Luftimet janë me Hezbollahun dhe qeveria libaneze dhe ushtria libaneze nuk kanë asnjë fuqi dhe asnjë kapacitet kundër Hezbollahut që të ndalojnë Hezbollahun të vazhdojë luftimet. I vetmi i cili mund të ndalojë Hezbollahun të vazhdojë luftimet është vetëm Irani. Prandaj çdo lloj bisedimi që do të sillte një armpushim në Liban duhet të bërë nëpërmjet Iranit, pasi vetëm Irani ka marrëdhënie me Hezbollahun dhe vetëm Irani mund ta detyrojë Hezbollahun që të niqet nga këto luftime. Gjë që unë besoj që nuk do të ndodhi dhe unë besoj që në bisedimet që do të zhmbahen në Pakistan, në Islamabad, ose Izraeli do të detyrohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta ndërpresi luftën, pra këtë genocidin ndaj popullsisë shiite në Liban, në gjithë Libanin e Jugut, ose Irani do të ndërhyjë në luftë dhe në këto bisedime në rast se mund të kemi edhe një opsion tjetër të këtyre bisedimeve që ka të bëjë që të ndërpritet lufta, pra Irani të mos sulmojë objektivat ushtarake amerikanë në rajonin e Gjirit Persik, por amerikanët të bien dakord me iranianët që iranianët të vazhdojnë vetëm të sulmojnë Izraelin në përkrahje të Hamasit, pra të kemi të njëjtin proces që patëm në qershorin e vitit që shkoi. Dhe kjo është një mundësi shumë e afërt dhe shumë opsionale se sa çdo gjë tjetër. Që Irani t'i kthehet bombardimeve të Izraelit dhe kjo për një kohë të shkurtër do ta detyrojë Izraelin që sërish të kërkojë armpushim. J.D. Vance tha, kjo është një çështje midis Izraelit, Libanit apo Izraelit dhe Iranit, nuk ka të bëjë fare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Puna jemi në atë pikë, atëherë në rast se e ka thënë të, unë nuk e di ato, faleminderit që më tha këtë, atëherë kjo do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që ta hedhin Netanyahun përpara autobusit, pra ta hedhin që ta shtypi autobusi, pra dikujt duhet ja lënë po përdorin Netanyahun dhe në të raste edhe Izraelin si një kokë turku, për arsye se amerikanëve ju duhet një kokë turku për të thënë që gjithë të bën për shkak të Izraelit, pra ishte Izraeli që na futi, ishte Netanyahu që na futi dhe këtë deklarat e J.D. Vance-it i jep të drejtë Iranit që Irani të vazhdojë bisedimet dhe njëkohësisht të fillojë të sulmojë Izraelin për të ardhur në ndihmë Hamasit. Dhe në këtë mënyrë do të kemi edhe në rast se kjo ndodh, atëherë kjo do të thotë që amerikanët janë përgatitur jo vetëm për një kokë turku, por për disa koka turku. Dhe në këtë pjesë do të bëjë edhe Pete Hegseth, pasi është personi i cili e ka përkrahur çdo lloj veprimtarie të Izraelit edhe në këto bombardimet e fundit. Dhe ka pasur një zë publik në përkrahje të këtij bombardimi genocidial dhe këtij veprimi genocidial të Izraelit në këto 2 ditë e fundit ndaj Libanit. Prandaj Trumpi atëherë po kërkon të shesi të gjithë ata, pra atë që bëri vet, po kërkon t'ia shesi bashkëpunëtorëve të tij dhe do t'i përdori ata si koka turku, karshi e elektoratit të vet në Amerikë për të thënë që mua më mashtruan këta me gëdymjen e ta, pra unë jam shumë burr i mirë. Unë nuk jam as nazist, unë nuk jam as zionist, pra unë i dua Izraelin, i dua zionistët, por nuk jam zionist, por këta më morën në qafë dhe këta na e futën Amerikën në këtë qorsokat, prandaj dhe unë i hoqa këta dhe po ndërpres edhe marrëdhëniet me Netanyahu duke hedhur atë në rrugë që të përplaset vetë me Iranin. Ja tek e ke këtu anash Dritan. Po e shoh. Është Izraela jomi e kanë nxjerr. Po. Po a do ta pranoj Netanyahu këtë, që të bëhet kokë turku, se kam edhe një, nuk e di, The Economist e kishte nxjerr. A do ta pranoj Netanyahu të bëhet kokë turku, një paqe? Atëherë tu Netanyahu nuk ka vetëm një rrugë, ose të përdori bomba atomike për të prishur çdo gjë, ose është detyruar ta pranoj sepse rrugë tjetër të mesme nuk ka, zgjidhje tjetër nuk ka, për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës, Netanyahu dhe ushtria izraelite është e varur totalisht tashmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga çdo lloj ndihme ushtarake. Pra ka nevojë për çdo gjë që jep Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse nuk ka asnjë kapacitet vet të përballojë këtë luftë. Dhe pa ndihmën ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mund t'ia bllokojnë të ndihmë ushtarake në aspektin që t'ia vonojnë atë, pra nuk ja mohojnë, që të mos krijojnë probleme diplomatike dhe probleme politike të brendshme me zionistët, të cilët e kanë financuar dhe financojnë Trumpin. Por ato vetëm ja vonojnë, pra mund t'i propozojnë, mund t'i pranojnë t'i japin çdo lloj interceptori dhe në rast se ky interceptori duhet sot, ata ja nisin pas 2 ditësh. Dhe për këto 2 ditë Irani e ka pluguar, pra e ka bërë rrafsh objektivat ushtarake dhe ajo sërish del e humbur. Për këtë arsye mendoj që e vetmja rrugë e Netanyahut është që të pranojmë, të thotë që ne pranojmë ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës si aleati kryesor i kësaj lufte dhe të ndërpresi luftimet në Izrael, në Liban, për të shpëtuar karrierën e tij politike. Në rast se do t'i vazhdojë këto luftime, atëherë Netanyahu është një person i humbur totalisht politikisht. Dritan, një lajm më bëri përshtypje me që jemi te Libani dhe për pak që Hezbollah ka përdorur raketa balistike. Është e vërtet?
Po, Hezbollahu nuk është hera e parë që përdor raketa balistike, ka përdorur edhe para 10 ditësh 2 raketa balistike. Ka përdorur edhe dje raketë balistike. Numri i tyre që është përdorur është numër i vogël, pra diku rreth 5-6